Kryeministri Christian Mickoski ka takuar në Tivat presidentin francez dhe kancelarin gjerman me cilët diskutoi çështjen e eurointegrimeve. Kryeministri Christian Mickoski ka takuar në Tivat presidentin francez dhe kancelarin gjerman me cilët diskutoi çështjen e eurointegrimeve. Kryetari i Lëvizjes Shqiptare Zjadin Sela i ka bërë thirrje liderëve të Vlenit që të kushtëzojnë Mickoskin për pozitën e shqiptarëve në vend. Dhjetra punonjës të klinikës së fëmijëve në Shkup kanë protestuar sot para Ministrisë së Financave për shkak se nuk kanë marrë paga. Vendimi i Federatës së Futbollit Maqedonisë Veriut ndaj klubit të futbollit Shkëndija ka nxitur reagime. FFM-ja thotë se nuk ndikohen nga presioni. Të nderuar shikues, përshëndetje. Në Tivat të Malit të Zi, ku po mbahet samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, është duke diskutuar për dokumentin non-paper gjermano-francez, i cili parashikon integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian përpara antarësimit të plot. Kryeministri Mickoski tha se Maqedonia e Veriut ka qëndrimet dhe propozimet e saj lidhur me këtë dokument dhe se ato i ka prezantuar gjatë takimit me kancelarin gjerman. Kryeministri Christian Mickoski, i cili po merr pjesë sot në samitin e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Malë të Zi, ka realizuar një sër takimesh me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Në margjinet e takimit në Tivat, është takuar me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe presidentin francez Emmanuel Macron. Para takimit, Mickoski deklaroi se gjatë takimit me kancelarin gjerman Friedrich Merz kanë diskutuar edhe për non-paperin franko-gjerman, i cili parashikon integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian përpara antarësimit të plot. Mickoski tha se Maqedonia e Veriut e ka qëndrimet dhe propozimet e saj lidhur me këtë dokument dhe se ato i kanë prezantuar gjatë takimit me kancelarin gjerman. Ai paralajmëroi se tema do të shqyrtohet më tej në pjesën e punës në samitin e BE-s Ballkani Perëndimor. Qëllimi ynë është të bëhemi shteti që do të realizojmë më së shumti reforma, të mbetemi të fokusuar në procesin e zgjerimit dhe të ruajmë dinjitetin kombëtar. Kishim me të vërtet takim konstruktiv dhe jam shumë i kënaqur nga ajo çfarë kemi biseduar dhe ne njihemi edhe prej kornizës së Partisë Popullore Evropiane, por ky ishte takimi i parë mes dy kryeministrave. Unë jam me të vërtet shumë i kënaqur nga takimi. Mickoski konfirmoi se ndryshimet kushtetuese kanë qenë një nga temat e bisedimeve me liderët evropian, por theksoi se Maqedonia e Veriut meriton një proces evropian më të besueshëm dhe më të drejtë. Ndërkaq, në këtë samit merr pjesë edhe presidenti bulgar Rumen Radev, i cili bëri thirrje vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor të marrin shembull nga Mali i Zi dhe Shqipëria nëse dëshirojnë të arrijnë rezultate të ngjashme. Radev tha se nuk do të lejojë futjen e problemeve të trashëguara politike dhe historike në familjen evropiane. Qëndrimi ynë është se nuk duhet të fusim probleme të trashëguara politike dhe historike brenda familjes evropiane. Mund të jeni të sigurt se do të vazhdojmë ta mbrojmë këtë pozicion. I përshëndesim nikojqyrët tonë nga Mali i Zi për përparimin e arritur dhe i vlerësojmë lart përpjekjet e Shqipërisë në rrugtimin drejt antarësimit. Radev deklaroi se Bullgaria nuk do të lejojë komplementimin e kritereve të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian, pavarësisht situatës së ndalikuar gjeopolitike. Ai theksoi se problemet politike dhe historike nuk duhet të anashkalon apo të zgjidhen në mënyrë artificiale për të përshpejtuar procesin e zgjerimit të BE-s. Samiti i BE-s në Tivat i kushtohet integrimit evropian të rajonit, ndërsa një nga temat kryesore është propozimi i ri franko-gjerman për përfshirjen graduale të vendeve kandidate në politikat evropiane dhe në tregun e përbashkët edhe para antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur këtë të premten në Tivat të Malit të Zi, ku po diskutojnë për procesin e zgjerimit. Liderët evropian kanë përsëritur angazhimin e plot dhe të qartë të Bashkimit Evropian se Unioni prandaj perspektivës antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, po ashtu ata kanë vlerësuar përparimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe po shqyrtojnë mënyrat për ta përshpejtuar integrimin.
Procesi i zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor dhe plani i rritjes janë në fokusin e samitit BE Ballkani Perëndimor që po mbahet në Tivat të Malit të Zi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në deklaratën e dhënë për media para fillimit të samitit ka theksuar nevojën për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, duke thënë se si vendet kandidate, po ashtu edhe BE-ja duhet të shfrytëzojnë momentin dhe ta kthejnë atë në lëvizje, ndërsa lëvizjen ta kthejnë në antarësim. Ajo pohoi se zgjerimi është i bazuar në merita, por meritat nuk nënkuptojnë ngadalësim. Ne duhet ta bëjmë procesin e zgjerimit më të shpejt dhe më kredibil. Me fjalë të tjera, nëse vendet anëtare i përmbushin reformat, duhet të ecim përpara në përmbylljen dhe hapjen e kapitujve dhe klasterëve në rrugën e tyre drejt BE-s. Procesi i zgjerimit duhet të jetë më i dukshëm. Vendet kandidate duhet t'u asqarojnë qytetarëve të tyre përfitimet e zgjerimit, por në anën tjetër, vendet anëtare duhet t'u asqarojnë qytetarëve tanë përfitimet e zgjerimit dhe kjo është një komponent strategjike. Edhe kancelari gjerman Friedrich Merz tha se procesi i zgjerimit të Ballkanit Evropian po zgjat shumë dhe se është e nevojshme të tregohet vullnet i qartë politik për ta përshpejtuar atë. Merz tha se kanë diskutuar çështjen me presidentin francez Emmanuel Macron. Procesi i zgjerimit në vitet e fundit është ngadalësuar dhe se Bashkimi Evropian duhet të marrë përgjegjësi më të madhe në mënyrë që të shmangë lëshimet e mëparshme në politikën e zgjerimit. Kjo pjesë e Evropës është në perspektivën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe nëse nuk kemi ndërmarrë ndonjë hap domethënës për 13 vjet, atëherë është e qartë se kemi bërë gabime të caktuara. Macron nga ana tjetër tha se Franca edhe më tej mbështet vendosjen e një metodologjie të re për antarësim, e cila do të mundsonte forma më të qarta dhe më transparente, si dhe harmonizim gradual vendeve kandidate në legjislacionin e BE-s. Së bashku me Gjermaninë kemi propozuar model të integrimit gradual, i cili do të jetë objekt diskutimi me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkaq që zyrtarët e BE-s deklaruan se Mali i Zi dhe Shqipëria po bëjnë punë shumë të mirë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke shprehur pritshmëritë e tyre që Mali i Zi të jetë antarja e ardhshme e Unionit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Michalis Rokas ka deklaruar sot se BE-ja është shumë e përkushtuar që Maqedonia Veriut filloi procesin e negociatave dhe se nuk ka dyshim se vendi i përket familjes evropiane, por duke u referuar deklaratës fundit presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa të dhënë në Shkup. Ai tha se ndryshimet kushtetuese të dakorcuara nga viti 2022 duhet të zbatohen. Megjithatë, ai shprehu shpresën se fqinjët tanë së bashku me Bashkimin Evropian do të jenë mjaft konstruktiv në ditët dhe muajt në vijim. I pyetur nëse BE-ja ka një plan B për vendin, duke pasur parasysh veton nga fqinji i saj lindor dhe ndryshimet kushtetuese, Rokas vlerësoi se mesazhi kryesor i konferencës ka qenë mesazhi i unitetit, veçanërisht pasi ajo po mbahet njëkohësisht me samitin e Ballkanit Perëndimor në Tivat, nga i cili ka pritshmëri të mëdha, veçanërisht duke pasur parasysh letrën e përbashkët nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz në lidhje me mënyrën se si do ta përparojnë dhe thjeshtësojnë procesin e pranimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kryetari i lidhjes shqiptare Ziadin Sela ka deklaruar se ligji i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat duhet të bëhej për shkak se kishte diskriminim në baza etnike, ndërsa akuzoi VMRO DPMN se po synon që ligjin ta bëjë të pazbatueshëm. Ai ka ftuar liderët e Vlenit që të bashkohen me të dhe t'i vendosin kushte kryeministrit Mickoski. Jemi duke jetuar në momente të vështira politike dhe duhet dhënë më tepër seriozitet edhe organizimeve politike dhe qasjes që duhet të kemi ndaj organizimeve politike. Kështu ka deklaruar kryetari i lidhjes shqiptare Ziadin Sela, mbrëm në emisionin Debat në Shenja. Sa i përket ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ai tha se nuk i frikësohet kompetencës profesionale, por paragjykimit. Ai thotë se ky ligj u fut në kushtetut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Ndaj dhe duhej i ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Unë thash, zoti Shazivari le të kthehet në gjenesë, le t'ja bëj pyetjen vetes. Unë spjegova. Jo, pse u desh një drejt për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Pse këtë të drejtë e implementojnë shtete të cilët janë multietnike? Apo?
se shtetet monetike nuk kanë nevojë dhe që kanë demokraci të zhvilluar, nuk kanë nevojë që të implementojnë të gjëra, apo. Po megjithatë, ai duhet ta di shumë mirë, me që po merret me atë punë, sepse u fut në kushtetutë kjo drejt. U fut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Dhe duhet ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Ndërkaq, sa i përket deklaratave të zëvendës kryeministrit Aleksandar Nikolovski, separimi i fituesit me fituesin nuk do të vlej as në zgjedhjet e ardhshme, Sela thot se kjo është dëshirë e tij. Ndërsa sa i përket partisë në pushtet VMRO-DPMNE-s, ai thot se ata po sillen si në vitin 2008, kur BDI-s ia vendosi kusht ligjin për përdorimin e gjuhëve që e flasin mbi 20% të popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonishtja, nëse dëshirojnë të hyjnë në qeveri. Shumë saktë ka thënë Arben Xhaferi. Në Maqedoni qarta lejon kushtetuta ta pamundsojnë me ligj. Qarta mundson ligji ta ndalon ai te sporteli ai administratës. Apo, e njëjta logjik. po ndodh edhe sa. Tani, VMRO-ja vetëm se e shtyn përfaqësimin e drejtë dhe adekuat që ta bëhet parealizueshëm. Zoti Kasami, në qoftë se i pranon kushtet e mia, hajde le të vije bashkë me zotin Mexhiti, të ulemi dhe bashkarisht to kushtet t'ia vendojmë Mickovskit. Në qoftë se ai nuk i pranon, bashkë me mu, bëjmë frontin shqiptar. Tutje, Sela tha se ka kërkuar kushte në të mirën e shqiptarëve dhe jo për vete, duke theksuar se badenterin në gjykatën kushtetuese nuk e kërkon për të siguruar nevojat e tij, por për të siguruar ligjet që thuhet se janë të mira për shqiptarët, që mos t'i rrëzojë gjykata kushtetuese e udhëhequr vetëm nga parimi etnik. Nuk kanë marrë paga 5 muajt e fundit. Kjo i ka shtyr rreth 50 punësuar në klinikën e fëmijëve në Shkup që të protestojnë para objektit të Ministrisë Financave, ku kanë kërkuar pagesën e menjëhershme të pagave të mbetura, miratimin e pëlqimeve të punës, vendimet përhershme dhe sigurim në vendin e punës. Rreth 50 të punësuar në klinikën e fëmijëve në Shkup nuk kanë marrë paga 5 muaj. Gjithashtu, Ministria e Financave nuk ka dhënë pëlqim për vazhdimin e kontratave të punës. Për këto arsye, punonjësit shëndetësor, teknik e administrativ u mblodhen para Ministrisë së Financave dhe, siç thanë, nuk kërkojnë mëshirë, luks apo privilegje, por kërkojnë atë që ju takon, pagesën e menjëhershme të pagave të mbetura, miratimin e pëlqimeve të punës, vendimet e përhershme dhe sigurim në vendin e punës. Nëse nuk ka pasur qëllim për vazhdimin e kontratave, atëherë pse përgjigjja është vonuar 5 muaj? Për çfarë arsye punëtorët janë lënë të vazhdojnë punën deri në fund të muajit maj, ndërkohë që kërkesat kanë qenë në pritje nga muaji janar? Si është e mundur që mbi 90% e institucioneve shëndetësore kanë marrë përgjigje pozitive, ndërsa për klinikën tonë vazhdimisht jepen përgjigje negative? Gjatë kohës sa ato po jepnin prononcime për media, u ftuan në takim nga përfaqësues të Ministrisë së Financave. Pas takimit të përbashkët mes punonjësve të shëndetësisë dhe ministrisë, thanë se u është premtuar zgjidhje e problemit dhe presin lajm javës që vjen. Vendim për momentin s'ka, shash do i shqyrton lantë apet prej fillimit. Për sot besoj që do kryet diçka, ka mrena javës të kalume se janë të do përgatitin e rebalansin e buxhetit. Tha mrena javës tjetër do keni në informat. Pite institucion, ne e thëmë prej të drejtori do marrë informatës. Në mesin e të punësuarve kishte punonjës me 8 vjet përvojë pune dhe ende nuk është pajisur me vendim pune. Ato thonë se në rast se nuk zgjidhet problemi i tyre, protesta do të vazhdojë. Në shkollën fillore Drita në Rashet Sarajt u vendos gurthemeli i sallës sportive. Projekti financuar nga Ministria e Arsimit me 1 milion euro pritet përmirësoj kushtet për zhvillimin dhe edukimin e nxënësve. Përfaqësuesit e shkollës, komunës dhe ministrisë e vlerësuan këtë si një investim të rëndësishëm për të ardhmen e fëmijëve. Pas 12 vite pritje, sot në fshatin Rashqe u vendos gurthemeli i sallës sportive të shkollës fillore komunale Drita të fshatit të Rashqe. Gurthemel ky i premtuar prej vitesh për nxënësit e këtij fshati. Tashmë po bëhet realitet dhe pritje si erdhi fundi. Realizimi i këtij projekti parasheh që të krijojë kushte më të mira për edukimin, zhvillimin fizik dhe afirmimin e talenteve të nxënësve. Ndërkaq, drejtoresha e shkollës fillore komunale Drita të fshatit Rashqe, Linda Kovaçi, në fjalën e
e saj thot se kjo ditë është e veçantë për të gjithë, pasi për 12 vite radhazi kanë qenë në pritje të realizimit të këtij projekti. Për më së shumë se 12 vite kemi pritur që ky projekt të realizohet. Gjatë këtyre viteve kemi dëgjuar shumë premtime, kemi pasur shumë shpresa, por sot me krenari po vendosim së bashku gurthemelin e sallës sportive që për kaq gjatë i ka munguar shkollës sonë. Hedhja e gurthemelit të sallës sportive shënon fillimin e një projekti të rëndësishëm i cili do të krijojë kushte më të mira për edukimin, zhvillimin fizik dhe afirmimin e talenteve të nxënësve tanë. Kjo sallë sportive është më shumë se një objekt ndërtimor, ajo është një investim për të ardhmen e fëmijëve tanë, për shëndetin, edukimin, talentin dhe suksesin e tyre. Ndërkaq, kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, thotë se me vendosjen e këtij gurthemeli, po vendoset edhe gurthemeli i një premtimi të bërë gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Ai thotë se komuna e Sarajit nuk do të jetë komunë që pret të zgjidhen problemet vetvetiu, por do të jetë komunë që vepron. Çdo nxënës meriton hapësirë ku do të ushtrojë sport, të zhvillojë talentin dhe të ndërtojë shprehi të shëndetshme. Çdo i ri meriton mundësi më të mira se ato që i kanë lënë pas. Komuna e Sarajit nuk do të jetë komunë që pret të zgjidhen problemet vetvetiu. Do të jetë komunë që vepron, komunë që dëgjon, komunë që investon aty ku ka nevojë. Ne e dim se pritshmëritë e qytetarëve janë të mëdha. Për këtë arsye nuk do të ndalemi me kaq. Do të vazhdojmë të punojmë në çdo vendbanim, në çdo lagje dhe në çdo kategori qytetarësh. Ky gurthemel është dëshmi se kur ekziston vullneti, projektet nuk mbeten vetëm në letër. Ndërkaq zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Driton Sulejmani, thotë se këtë projekt e ka përkrahur Ministria e Arsimit dhe Shkencës me vlerë prej 1 milion eurove. Ai thotë se janë aty për të garantuar se në të ardhmen nxënësit nuk do të ballafaqohen më me kushte të tilla të vështira. Me hedhjen e këtij gurthemeli dhe me shpresë shumë shpejt do të përfundojnë punimet e kësaj salle. Ne jemi këtu për të garantuar se në të ardhmen nxënësit nuk do të ballafaqohen më me kushte të tilla të vështira. Tutje, ai thotë se Ministria e Arsimit është e koncentruar në përmirësimin e kushteve jo vetëm për salla sportive, por edhe të ambienteve të shkollave, sepse vlerësojnë se kushtet në të cilat nxënësit e ndjekin procesin edukativo-arsimor kanë ndikim të veçantë në ngritjen e cilësisë së arsimit. Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe aeroporti Shën Apostulli Pali i Ohrit të menaxhuar nga TAV Maqedoni, një degë TAV aeroporteve, vazhdojnë të shënojnë nivele dyshifrore të rritjes së pasagjerëve. Në 5 muajt e parë të vitit 2026, periudhën janar-maj, dy aeroportet e Maqedonisë Veriut shërbyen 31.2% më shumë pasagjerë se sa në të njëjtën periudhë në vitin 2025 ose një total prej 1.6 milion pasagjerësh. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në 24 orët e fundit janë privuar nga liria 11 persona në gjithë territorin e vendit, pasi tek ta është gjetur drogë gjatë ditës së djeshme në disa lokacione në Shkup. U ndaluan 5 persona pasi tek ata ishin gjetur dhe sekuestruar lëndë pluhurore e bardhë, marihuanë dhe thërmuese me mbetje marihuane. Në pikën kufitare Tabanos u privua nga liria një person pasi në automjetin e tij ishte gjetur dhe sekuestruar marihuana, ndërkaq në pikën kufitare Teve Bajr në punës policore privua nga liria një shtetas nga Peru pasi i gjetën marihuan. 3 persona u ndaluan edhe në qytetin e Tetovës, cilët u kapën me marihuan dhe një thërmuese. Nga Ministria e Brendshme thanë se pas dokumentimit të plot të rasteve, në detyre do të parashtrohet kallëzim përgatës. Kërkesa e studentëve shqiptarë të Maqedonisë Veriut ka marrë përkrahje edhe në Kosovë. 10 qytetarë kanë protestuar sot para ambasadës së Maqedonisë Veriut në Prishtinë. Protesta e thirrur nga organizata studentore UDS në bashkëpunim me Parlamentin Studentor. Në këtë protestë kanë marrë pjesë edhe studentë nga qytete tjera të Kosovës. Një protestë e ngjashme ditë më parë është mbajtur edhe në Tiranë.
Vazhdojmë me lajmet. Në Mitrovic të Veriut sot është arrestuar kryetari serb i komunës dhe kryesuesi i kuvendit komunal për shkak se janë përpjekur të dëmtojnë obeliskun I Love Mitrovica, që është vendosur nga administrata mëparshme komunale e drejtuar nga kryetari shqiptar Erden Antić. Radojević deklaroi se pushteti lokal vetëm po i zbatonte vendimet që kishte miratuar paraprakisht. Policia në Kosovë ka arrestuar kryetarin e komunës së Mitrovicës Veriore, Milan Radojević, i cili ishte njëri prej personave që tentoi të përlyej me sprej obeliskun I Love Mitrovica, i vendosur në këtë pjesë të qytetit me shumicë të popullsisë serbe. Ai së fundmi ka qenë në qendër të vëmendjes pasi që mbuloi tabelat me emrat e rinj të rrugëve që përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i vendosën në këtë pjesë. Ai u tha gazetarëve se ky është një tjetër akt propagande i lëvizjes vetëvendosje. Përveç Radojevićit, u ndalua edhe kryesuesi i kuvendit komunal, Ivan Zaporozhaq. Të ndaluarit janë pjesë e listës serbe, e cila është subjekt politik i kontrolluar drejt për drejt nga Beogradi zyrtar. Obeliski ishte vendosur nga pushteti i mëparshëm, i udhëhequr nga ish-kryetari shqiptar Erden Antić. Pasi u liruan, Radojević u tha gazetarëve se pushteti lokal vetëm po i zbatonte vendimet që kishte miratuar paraprakisht. Për ngjarjen është prononcuar edhe policia e Kosovës, e cila theksoi se pavarësisht kërkesës dhe urdhërit për të ndërprerë dëmtimin, përkatësisht ngjyrosjen e objektit publik, të pranishmit filluan ta ngjyrosnin atë, për çka zyrtarët policor u detyruan të ndërhyjnë. Pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri me iniciativën e listës serbe, tensionet u rriten vazhdimisht si rezultati i përpjekjeve të qeverisë së Kosovës për ta shtrirë autoritetin në veri të vendit. Gjendja u përshkallëzua në shtator të vitit 2023, kur një grup serbe është armatosur, sulmuan policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëruan tendën se mund të zvoglojnë rolin e tyre në procesin e paqes në Bosnjë-Hercegovinë, pasi bisedimet me partnerët evropian nuk arritën të prodhonin një marrëveshje për zgjedhjen e një të dërguarit të ri. Organi ndërkombëtar që mbikëqyr procesin e paqes në Bosnjë-Hercegovinë përfundoi 2 ditë takime pa marrë një vendim për përfaqësuesin e lartë të ardhshëm, zyrtarin kryesor ndërkombëtar të ngarkuar me mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjes së Daytonit. Ambasada amerikane në Sarajevo kritikoi partnerët evropian për mungesën e mbështetjes ndaj diplomatit italian Antonio Zanardi Landi si pasuesi përfaqësuesit të lartë në largim Christian Schmidt. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.